sa janë të gatshëm për me bë punën e teknikut themi kështu tek ju në Studio Naki dhe kolegu i saj? Naki dhe kolegu i saj janë mrekullia e klinikës, janë shyreti thënë ne këtu kashanik i klinikës, absolutisht janë më të gatshëm se gjithë të tjerët. Që i kemi këtu pjesë të stafit tonë. Një shembull shumë i mirë, një shembull realisht shumë i mirë që do ta ndjekin të gjitha institucionet, të qofshin publike ose private, sa i përket integrimit edhe të kësaj kategorie të shoqërisë, në fund të ditës të gjithë jemi të barabartë, pa pikë dyshimi. Naki po du me të pyet se cila është puna që bën me më shumë qafë në ordinancë? Shumë mirë edhe jam kënaqur, se edhe fritë ka shumë punë. Shumë në kërëdore, edhe fritë në duke zemër, shumë mirë. Shumë mirë, ta. Dhe më thonë gjitha punë të... Nuk ka nkohet. Nuk ka nkohet, na e kemi gjitha punë. A është doktori shef i vështirë? A është doktori shef i vështirë? Jo, në kosh. Jo, a? Doktori nuk e ka shef, e ka bashkëpunëtor. Ka bashkëpunëtor. Cilat janë kritikat më të shpeshta që i merë prej Nakit, doktor? A me tregu? Ja, a me tregu aja? Ja, cilatën, a i fazën. Naki ose tregon atë, Naki, cilat janë kritikat që i ki? Qka nuk pëlqen të doktorë diçka që nuk i shkan fort? Kërë se jam këtar afritit, se për me ishme mirë, për me këtë jetë edhe të pojtë afritit. Shënë asë jashme edhe në fëmi ka afritit, që ka djarë ka mirë, e djarë ka në kaka një shkollë. Edhe mirë, edhe mara e du më themër. Naki është shumë pak kritikuse, është një punëtore jashtëzakonshme të drejtën, shërbimit që i krym Naki jam shumë e kënaqur me ta. Dhe energjinë që na jep kjo është jashtëzakonshme, të flasim shumë sinqerisht. Doktor Naki, faleminderit shumë që na bashkuat në këtë bisedë të këndshme. Faleminderit shumë, ju përshëndesim nga Qanikut.